Zgjedhja e drejtimit të duhur është një nga vendimet më të rëndësishme për çdo të rim. Pikërisht për të bërë këtë zgjedhje më të lehtë, shkolla e mesme Zdravko Cvetkovski në Shkup ka hapur edhe dyert për gjithë ata që duan të njohin nga afër profesionet e tyre të së ardhmes. Do të flasim për drejtimet e kësaj shkollës në fusha që bashkojnë kreativitetin dhe profesionalizmin dhe gjë që kërkon përkushtimi dhe vizion. Për të na treguar më shumë rreth mundësive që ofron kjo shkollë, si dhe përvojës konkrete nga brenda, në studio kemi profesoreshën e arkitekturës Manushaqe Ymeri, si dhe dy nxënëset e kësaj shkolle, maturantet Donjeta Shabani dhe Ersila Zherkan. Mirë se erdhët në emisionin tonë për të na treguar edhe më detajisht rreth shkollës, funksionimit, ju padyshim për eksperiencën tuaj dhe gjithçka tjetër. Mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se ju gjetëm. Unë jam profesoresh dhe nxënëse. Nuk po dallojeni realisht, jeni si tre shuqe të cilat po dukeni shumë bukur, e kam patjetër tua them në fillim. Do filloj me profesoreshën, besoj se nuk do hidhrohemi. Na përshkruani shumë shkurt këtë shkollë për dikë që nuk e njeh fare, vetëm e ka dëgjuar si shkollë e mesme, sepse shumica janë ashtu, jo që kemi dëgjuar për shkollat e shumta. Na thoni pak a shumë ca fjali rreth shkollës. Shkolla e mesme Zdravko Cvetkovski është shkolla e ndërtimtarisë dhe gjeodezisë. Ne mund ta përcaktojmë këtë shkollë jo vetëm si një vend, domethënë ku nxënësit marrin dieni, mësim, mësojnë teori, por mund ta quajmë si një shkollë ku nxënësit tonë përgatiten për profesionin e së ardhmes. Prandaj mund ta ceki që prej në shkollë të mesme, nxënësit arrin të mendojnë si arkitekt të ardhshëm, ndërtimtar të ardhshëm, geodet, dizajner, për arsye se fillojnë ta kuptojmë hapësirën dhe mënyrën e të punuarit që ato e mësojnë gjatë viteve të shkollës, arrin që ta shohin edhe në realitet. Domethënë, ja është një ndërlidhje e drejtimeve në atë mënyrë që gjithçka domethënë mendohet, vizatohet dhe paraqitet si një produkt ose rezultat final. Ersila, dua të pyes pse kur isha në atë moshën në klasën e 9, kur ende të rinj vendosin se si do e vazhdojnë apo ku do e vazhdojnë shkollimin e tyre të mesëm, pse lindi ideja pikërisht në këtë shkollë? Shqipes, për disa njerëz që kreativiteti ka shumë vlerë, unë për vete kam desht një profesion që ka kreativitet, ku edhe në tardhmën është zgjedhja e duhur për drejtimin që zgjedh. Po pikërisht pse kam zgjedh këtë shkollë, kam dëgjuar shumë fjalë të mira, pikë pari. Shkolla ofron shumë kushte të mira, secili profesor është më kualifikuar se i tjetri. Landet janë ato që i mësojnë në fakultet, domethënë është punë kreativiteti edhe është më profesionaliste si shkollë. Po Donjeta, ti pse vendose arkitekturën? Unë fakt gjithmonë kam qenë kreative, më ka pëlqyer arti, arkitektura. Vendimin për të vazhduar si shkollë e mora në moment shumë të fundit, 2 ditë para se të fillonin regjistrimet. Po tash e kuptoj që as pak nuk kam gabuar dhe mirë që e bëra, se më pëlqen shumë dhe mendoj që kur e bën një gjë që të pëlqen, e bën më mirë. E bën edhe më mirë. A mendoni se kjo për zgjedhje do ju lehtëson edhe drejtimin apo vazhdimin e shkollimit në universitet? Sepse përmend Ersila që i keni lëndët edhe që janë në universitet. Pikërisht kjo është pse nxënësit duhet zgjedhin prej shkollë të mesme të përcaktojnë drejtimin që ata duan të vazhdojnë, pastaj me fakulteti vetë është më lehtë për neve që kemi zgjedhur shkollë profesionale. Po është kjo se profesorët ti përgatitesh pak më shumë për fakultet. Edhe kjo është zgjedhja e duhur, mendoj, për nxënësat e klasave të nënta që tashmë vetëm zgjedhin për drejtimet e tyre në shkollë të mesme. Edhe kjo është pse mendoj që duhet shkollë profesionale, se je më e përgatitur e fiton bazën prej më herët. Profesoresh zonja Manushaqe, çfarë dallon këtë shkollë nga shkollat tjera profesionale në vend? Unë mendoj se këtë shkollë fillimisht e dallon mënyra se si profesorët i pranojnë nxënësit dhe si ato punojnë. Prandaj vazhdimisht unë do të kyçem te ajo se tek ne kërkohet kreativitet, kërkohet ide, kërkohet punë e vazhdueshme, gjithashtu kërkohet edhe një liri që nxënësi gjatë orëve mësimore të mund domethënë të punojë dhe ta shfaq talentin të cilin e posedon. Dhe me ndihmën tonë të profesorëve, të cilët të gjithë janë profesionalistë, mundohemi atë ta nxjerrim në pa. Dhe nuk e kemi domethënë fokusin kryesor sërish te teoria, por praktika, domethënë dhe pjesa grafike ndihmon që nxënësit të dalin në sipërfaqe dhe të jenë më të përgatitur për të ardhmen. Ju si profesoresh, por edhe si një arkitekte, çfarë ju lidh më shumë në këtë shkollë? Po, le të them njerë pasioni, dëshira për arkitekturën, por edhe qëllimi që
tek nxënësit ta përcjellim domethënë arkitekturën dhe ato të mësohen që të mendojnë, të punojnë, të njohin hapësirën dhe bashkëpunimi me to, kënaqësia, dëshira se si e merr atë feedback-un ose atë që a jep e kthejnë tek ti është një kënaqësi shumë e madhe. Prandaj unë këtë më shumë e shoh si një mision, jo vetëm si një punë e thjeshtë që dëshiron ta bësh dhe kur i shohim rezultatet e nxënësve në fund të vitit ose gjatë në përfundim të gjysmëvjetorit të parë, vërtet është një kënaqësi e madhe. Nga përgjigjet e të tanishme, ajo që mund të vërej është edhe një afirmitet dhe në relacion shumë i bukur, shumë i qartë mes juve dhe nxënësve dhe që ju jep një hapësirë të jenë vetvetja dhe kjo është ndoshta edhe kulmi i një suksesi pasi që kur një person e lën të jetë vetvetja i gjithçka, sidomos kur bëhet fjalë për kreativitet, e ka edhe më të lehtë ta shfaqë atë. Edhe kjo është ajo që na dallon, domethënë afërsia që të nxjerrim gjithmonë më të mirën e nxënësit dhe të nesërmen ai të jetë i gatshëm për rrugën të cilën do ta zgjedh. Ersila, dua ta di sa i përmbushi ato kriteret të them kjo shkollë apo pritshmëritë tua? Është aq më shumë sa kam prit, domethënë në fillim të kjo shkollë pak normal, është ai fillimi, viti parë, viti dytë. Ta adaptohesh. Po, domethënë është, nuk e di, mrekulli është. Unë e kam kalu shumë mirë këto 4 vitet e mia, siç thash edhe më herët, jam shumë e përgatitur për fakultet. Po tash jam edhe pak më e fortë. Besoj që edhe profesorët më kanë ndihmuar shumë për me qenë kjo që jam sot. Kjo është, domethënë, është shumë më shumë se sa që kam prit, prej shkollës edhe prej profesorëve. Domethënë, nuk e di, kam kalu shumë mirë këto 4 vite, nuk ka asnjë fjalë. Donjeta ti i priqe këto kushte, i priqe këtë emocion që e ke tani në fillim, se e përmende që vetëm 2 ditët e fundit ke vendosur. I ka te kaluar priqëmëritë tua shkolla, apo? Po, madje i ka te kaluar, unë as pak nuk kam prit ashtu si që kanë qenë këto 4 vite. Në fillim unë mendoja që si arkitektur do t'jetë mbizotruar nga djemë, do t'kemi më pak vajza, edhe në fakt ishte e kundërta kur fillova, sepse ne ishim më shumë vajza, edhe i kaloj, domethënë gjitha profesorët janë shumë të mirë, nuk kanë fjalë edhe... Këto vita kanë qenë motivuese apo sfiduese për ju? Temi që të dyjat. Normalisht që kemi edhe sfida gjatë rrugtimit tonë, po në fund kur e shef rezultatin edhe ndihesh shumë më mirë për atë që e ke bë. Po, e harron, domethënë, si ke kalu, çka ke bë, ti e harron kur e shef rezultatin sa mirë dhe sa sakt ka dalë. Dhe kur merr një feedback të mirë prej profesorëve, normalisht. Donjeta, nëse të ishte edhe në mundësia, përsëri do e përzgjedhje këtë shkollë? Sigurisht, nuk e ndroj kur. Sa bukur. I shef këto si koleget tuat pas pak viteve, pasi që e shoh se sa entuziazëm kam për këtë shkollë. Le të ndalemi te ditët e hapura, të cilat mbaruan edhe ditën e premte, nëse nuk jam gabim. Cili ishte qëllimi kryesor i organizimit të ditëve të hapura këtë vit? Qëllimi kryesor i organizimit të ditës së hapur ka qenë pikëpari transparenca. Sepse shumica e nxënësve të shkollave fillore, por edhe prindërve kuptohet, vetëm i dëgjojnë si term arkitekturë, ndërtimtari, gjeodezi, dizajn, por nuk e din se konkretisht me çfarë ka të bëj. Prandaj neve kur e bëjmë ditën e hapur dhe në kuadër të saj e kyçim edhe ekspozitën që nxënësit punojnë, prindërit kanë mundësi që të vinë, të njërë të shohin, pastaj të pyesin e të njihen prej së afërmi me punën që fëmija e tyre do ta bëjnë në vitet e ardhshme gjatë shkollimit të mesëm, por njëkohësisht të njihen edhe me hapësirat e shkollës, kabinete, domethënë kushte që ofron si shkollë. Po, si ishte interesimi i nxënësve? Ishte shumë i madh interesimi, po, edhe i nxënësve, edhe i prindërve, për arsye se aty, domethënë siç thash më herët, domethënë e shohin se kur do ta sjellin nxënësin në vit të parë, domethënë se neve i ndajmë, i kategorizojmë vitet në ditën e hapur, mbas punëve që nxënësit bëjnë, dhe ato e shohin fillimin dhe menjëherë arrin ta kuptojmë edhe përfundimin, domethënë nëse një nxënës mëson, kuptohet, punon, përkushtohet, e shef edhe si do t'i dalë fëmija, do me thënë si maturant, si që kemi rastin e vajzave. Po. Donjeta, dua të pyesa, çfarë e bën këtë shkollë më të veçantë, ndryshe nga përvoja jote personale, përpos relacionit të mirë që i keni edhe me profesorët? Mendoj që shkollën, do me thënë më së shumë të arkitekturën, e bën kë fakti që përveç që ne atë që e mësojmë në teori, e shohim dhe vizualizojmë shumë më lehtë në praktik. Pastaj janë projektet arkitekturore të cilat ne i bëjmë, që mendoj që e bëjnë më të ndryshme nga shkollat të tjera, të cilët zakonisht kanë vetëm teori. Ersila?
Shqipë tash shkolla jonë ka këtë mirë që i kemi edhe orët praktike që ne i bëjmë. Pa tjetër. Tashmë edhe kanë dalë edhe software të ri që ti atë që punon e shef në 3D, e shef që si do duket realisht ajo. Po orët praktike neve na ndihmojnë shumë, po se do me thonë arkitektura nuk është vetëm teori, është do me thonë praktik, atë që mëson e shef edhe normalisht është shumë ndryshe. E shef se si bëhet edhe më vetë se e kupton. I keni pas më dëshira të orët praktike apo orët... Orët praktike, normalisht orët praktike. Më mire keni... Po, se ke pyetje më shumë, mëson më shumë, nuk e di, e shef me sytë tu se si bëhet, them. Është edhe më e lehtë për faktin që ju gjithmonë mund të vizualizosh lehtë ato çfarë mëson, kur e shef që ajo gjëja që ti ndoshta e ke mësuar të zhduk shumë e rëndë ka qenë diçka shumë e lehtë dhe shumë e thjeshtë. E kupton për shumë pak kohë. Profesorish, sa është e rëndësishme që një nxënës të shoh nga afër punën, të shoh nga afër edhe praktikën përpara se të zgjedhë një drejtim të caktuar, sepse është ai momenti ku ai vendos se çfarë do të bëhet në të ardhmen. Është e rëndësishme për arsye se është në dieni se çfarë do të bëjnë. Faktikisht është shumë mirë kur një nxënës shembull dëgjon arkitekturën dhe mendon vetëm si çështje teorike si gjithë shkollat e tjera, por kur vin këtu, kur sheh pjesën grafike, kur sheh pjesën e modelit, domethënë ai sikur përgatitet për tregun e të ardhmes. Faktikisht ne mundohemi që të krijojmë profesionist. Dhe këtë gjë mundohemi që nxënësve t'u ambjellim, domethënë gjithmonë prej në vitin e parë. Prandaj gjithmonë jemi në kërkim të nxënësve, domethënë që kanë kreativitet, kanë ide, janë të lirë, le të themi kanë atë shpirtin e lirë që të mund të krijojnë diçka. Dhe ti kur krijon, eksploron ose hulumton, faktikisht ti do bëhesh domethënë dikush në të ardhmen. Unë gjithmonë ju them është shumë bukur që kur të ecësh në rrugë të shofish që këtë mund ta kem projektuar unë ose të shef ndonjë defekt ose ato të defektet i kemi gjithmonë, po, është ajo. Cilat janë drejtimet që shkolla juaj i ofron? Shkolla Zdravko Cvetkovski, do me thënë drejtimet i ka të ndara në 2 grupe, në grupin 4 vjeçar dhe atë 3 vjeçar. Në grupin 4 vjeçar kemi teknik të arkitekturës, teknik i arkitekturës së brendshme interior design, teknik i ndërtimtarisë dhe teknik i gjeodezisë. Ndërsa në drejtimet 3 vjeçare kemi ndërtues për montim të thatë dhe vendues të pllakave dhe dyshemeve. Dua të ceki te pjesa 4 vjeçare, sidomos te drejtimet ndërtimtari dhe gjeodezi, ku nxënësit prej në vit të parë marrin domethënë bursa nga shteti, Ministria e Arsimit, prandaj quhen edhe drejtime duale me numrin maksimal të nxënësve 25 nxënës. Dhe gjithashtu praktikën e kam prej në vit të dytë, ndërsa drejtimet arkitekturë dhe dizajn interior praktikën e fillojmë prej në vit të tretë dhe gjithashtu numri maksimal i nxënësve për pranim është 35. 35. Vajza, të ndalemi pak te praktika, çfarë punimesh apo projektesh keni bërë gjatë studimit tuaj, diçka që ju do e veçonit? Punimet janë pa numër, ta kisha thënë, sepse ne prej në vit parë fillojmë të bëjmë punime dhe projekte. Është e mira që ne fillojmë prej tek objektet më të vogla, siç janë shtëpitë individuale, pastaj vazhdojmë tek objektet kolektive deri tek objektet shoqërore që janë më të mëdha edhe më të rënda ndoshta, më të vështira për të realizuar. Ersila? Shife tash, prej vitit parë mund të themi që fillojmë ne vetëm me gjana bazike, ndonjëherë nxënësit nuk e besojnë që ne vitin e parë vetëm vizatojmë vija aty me drejta pavizore. Ashtu fillojmë një herë, po pastaj duke filluar me shtëpi individuale, objekte kolektive, objekte shoqërore, dhe më vetë se kur je viti 4 më i din gjanat, po pastaj edhe objektet, do me thonë shtëpit, vinë edhe më teta më duke u projektu. Pa tjetër që po pastaj fillon maketimi, do me thonë punimi i 3D modelit, aty e shef punën tënde. Ama kështu është, do me thonë shkon... se ke krijuar njohuria, mendoni se keni krijuar aftësi konkrete që mund t'i përdorni me njëherë pasi ta mbaroni shkollën? Pa tjetër që po, se do me thonë është edhe puna se i mëson edhe programet ma shumë, për shembull programet si edhe Photoshopi ajo, pa tjetër që dikur do të vinë, normal. Ama po, mendoj që kemi aftësi mjaftueshëm ne. Unë mendoj po që jemi mjaftueshëm të gatshëm për të vazhduar edhe në fakultet, po pse jo edhe ndoshta edhe me punu. Këto programe që ne i kemi mësu, veç më jemi të gatshëm që shumica e studentëve që domethënë nuk kanë qenë në shkollat e arkitekturës si ne, fillojnë prej në studime të mësojnë, edhe ndoshta ju vjen pak më rënd, mendoj që për ne duhet më e lehtë në studime.
edhe mendoj që jemi shumë më të gatshëm se sa të tjerë që vinë nga gjimnazi në arkitekturë. Me profil. Prandaj themu se neve mundohemi që të përgatisim profesionistë, domethënë prej një moshë shumë më të re, sepse mënyra domethënë e zhvillimit të orëve tek shkolla jon dallon nga shkolla tjera të cilët janë të përgjithshme. Po sigurisht e kanë më veç të tani edhe syrin më kritik më kritik, kuptojnë gjëra pak më ndryshe. Mendojmë tashmë vetëm si arkitekt, nuk mendojmë mos si nxënës, tash edhe hapësirat i perceptojmë ndryshe. E thash më herët sigurisht kur dilni dhe shihni një ndërtesë, shihni çka ka mund të jetë ndryshe, si ka mund. Nga hyn drita, nga duhet të dalë ashtu. Arkitektura është një nga drejtimet më të kërkuara, ja vajza tani më flasin me ato termet, me atë sikur të jenë arkitekte të cilat jam e bindur që për një të ardhme të shkurtër do i kem si arkitekte të ftuara në studio. Pse mendoni që është arkitektura një nga drejtimet më të kërkuara? Unë gjithmonë them se arkitektura është trend, arkitektura është modë. Prandaj bën pjesë edhe te pjesa e arteve të bukura, nga vetë mënyra se si ajo e krijon hapësirën, domethënë e shfaq atë dëshirën dhe interesin që nxënësit të fillojnë ta studiojnë. Prandaj në momentin kur ti e përzgjedh nga mosha më e hershme, faktikisht ti kompletohesh si një arkitekt i jashtëm dhe kjo ndihma domethënë e teknologjisë, domethënë softvereve të ndryshme, ndikon pozitivisht tek neve, sepse diçka që e shef ti në për qoftë rrjete sociale, programe të ndryshme, ti mundohesh vetë të marrësh dhe ta bësh, ta projektosh, ta shofish ta do të mund ta bësh si ajo dhe ti pa dashje në një farë mënyre ti e shtin tek vetja jote. E njëjta gjë vlen edhe për interior design, apo ti faktikisht don ta rregullosh një hapësirë të mbrëmshme dhe hin hulumton, bën surf në internet dhe me dashje ose pa dashje ti kyçesh dhe profesionalizohesh duke analizuar fillisht detajet, pastaj dal nga dal me mësim duke u ngritur më lart. Prandaj është atraktive si shkollë, po. E përmende të rjet ato teknologjinë, a mendon se tani gjeneratave të reja ju ndihmon edhe fakti që po jetojnë në këtë kohën e teknologjisë? Po, për profesionet tona, po. Se është diçka domethënë që shihet dhe kene kanë software të ndryshëm tani më gjithçka 3D, po. Pa teknologji faktikisht neve nuk mund të projektojmë. Prandaj ka programe të ndryshme që neve përdorim dhe kjo është pozitivja se në orët tona mësimore më nuk kemi vetëm një libër me teori dhe një stilograf një fletore, por kanë laptopa ose kompjutera dhe aty ato punojnë. Njëjtën gjë edhe shkolla ka kabinete ku nxënësit nëse nuk kanë të vetin mund të punojnë. Teknologjia për neve është shumë pozitive. Na ndikon pozitivisht. A kanë punuar nxënësit dhe a kanë mundësi të punojnë në projekte reale? Po, kanë mundësi, për arsye se siç e cekën vajzat më herët, për në shkollë të mesme, domethënë lëndët janë të tilla që projektojnë domethënë objekte të mëdha por të kompletuara. Edhe nëse janë të vogla, të kompletuara dhe të njëjtën, pasi që atë e shohin edhe në terren në praktik, ato shumë lehtë mund të kyçen edhe në tregun e punës, sepse momentin ti që del teknikë arkitekturës, i ndërtimtarisë, i gjeodezisë apo i dizajn e interierit, ti lirisht mund të punosh si qoftë vizatues teknik në cilën do byro të këtyre profesionëve që e ceka më herët. Të një i gatshëm se janë të përgatitur, edhe janë të kërkueshme në treg, domethënë janë profesione që kërkohen. Janë ndër profesionet më të kërkuara. Vajza, pak më herët edhe tham profesoresha se një ndër misionet kryesore të shkollës është që të jenë të hapur me ju, të keni një relacion shumë të shëndetshëm. Si e shihni këtë raport me profesorët? A ju ka ndihmuar kjo në zhvillimin tuaj personal edhe më shumë se ndoshta ndonjëherë edhe keni nevojë të dikush nga afërt ju thot duhet kështu, t'ju këshillon, thjesht t'ju llaston në punë, në profesion? Patjetër që po. Ne domethënë me profesorët unë ceka edhe më herët, profesorët janë shumë të mirë, të gjithë të mbështetin. Arkitektura e ka pak ato që patjetër të vynë një njeri që me të mbështetë, dhe profesori është gjithmonë aty. Të ndihmon, nuk është domethënë kur gjë stresuese me mendu që është profesor edhe nuk ndihmon asgjë. Përkundër, unë si thash më herët, pritshmëritë e mia kanë qenë ndryshe. Unë kam pas shumë ndihmë prej profesorëve dhe motiv. Po ashtu, janë domethënë një ndër arsyet pse unë kam vazhduar dhe kam filluar me dashur më shumë arkitekturën.
Por mu profesorët janë shumë korrekt, janë shumë të mirë, nuk kam fjalë të këqija asnjëherë. Mendoj që në arkitektur, më së shumti, ky relacioni mes profesorit dhe nxënësit është shumë i rëndësishëm, sepse ti çdo punim që bën, do të shkosh të konsultohesh te profesori në çdo fazë. Pra pa të thënë profesorit që e ke bërë mirë, ti nuk mund të vazhdosh në fazën tjetër të një projekti, prandaj mendoj që është shumë më e rëndësishme ky relacioni mes profesorit dhe nxënësit që të jetë i mirë. Sipas jush si nxënëse në syrin kritik tuaj, si janë kushtet në këtë shkollë? Shumë të mira. Po, tashmë e kemi vetës edhe kabinetin e përmendi profesorisha. Kabineti është i pajisur me kompjuter që i kanë software që e përmenda, gjitha programet që nive në nevojitën me punu, po kushtet i kanë tepër të mira si shkollë. Dhe kjo të shtynë ma shumë me vazhdu, pse jo? Unë gjithmonë e kisha këtë bindjen që shkollat në fakt nuk mirëmbahen, nuk investohet shumë te këto, por dolje kundërta. Po, prap. Sepse kushtet janë shumë të mira, edhe në klasat tona i kemi shumë të mira kushtet, është kabineti arkitekturës që i kemi me programe, domethënë më të reja që i përdorim, edhe domethënë janë shumë të mira. Vetëm atë dëshironi me punu? Po, patjetër. Mëson edhe materiali gjatë maketimit, gjatë punimeve të 3D modeleve. I kemi punëtorinë e posaçme, aty punojmë maketat ne dhe normal që materialin ne i ofron shkolla. Për atë po të shifët që kushtet i kemi. Edhe punëtoria për drejtimet 3 vjeçare, domethënë montues dhe vendues të pllakave, pjesa e montimit domethënë punohet me Knauf dhe financohet nga vetë firma Knauf. Dhe të drejtimet 3 vjeçare desha të ceki që nxënësit 2 herë në javë kanë mësim praktik dhe ato 2 që kanë mësim praktik, ato gjatë orëve mësimore sa kanë 5, 6 ose 7, domethënë aty punojnë dhe mësojnë se si të dalin nesër, domethënë profesionistët të sferës që kanë zgjedhur. Të rinjt apo vazhdojnë më shumë studimet apo po integrohen direkt në tregun e punës pasi e mbarojnë shkollën e mesme? Te shkolla jon mund të them të dyjat, por shumica orientohen menjëherë te pjesa e studimeve, por e kanë shumë më të lehtë për arsye të profesionalizmit që e marrin në shkollë të mesme, por edhe shumë prej tyre domethënë kanë mundësi që të kyçen pa problem. Po sa janë të përgatitur të rinjt sot për të qenë një arkitekt? Janë të përgatitur, për arsye se duke marrë parasysh fazën në të cilën fillojnë prej në një vit të thjeshtë dhe derisa të arrijnë të një produkt final i një objekti të cilës do sfere të cilin ne e frekuentojmë çdo ditë, ato janë të gatshëm. Kanë sfida të cilat i përvallojnë dhe nëse po, cilat janë ato? Sfida kryesore domethënë është le të them një disiplina, durimi, duhet të kenë qëndrueshmëri dhe punë e palodhshme. Kërkon punë të palodhshme dhe punë intensive vazhdimisht e kërkon. Për nxënësit, prandaj nxënësit që duan domethënë të arrijnë të punojnë, domethënë patjetër e arrin pa problem. E arrin pa problem. Vajza dua të më tregoni, pasi që jeni maturante, ju ka ngelur sa edhe 2 javë shkollë më së shumti maksimumi, çfarë pas maturës? Keni vendosur të vazhdoni me arkitekturën, do punoni, do e ndroni drejtimin? Jo, unë për vete nuk mendoj të ndroj drejtimin, mendoj që do vazhdoj arkitekturën, edhe nuk mendoj që do gaboj, edhe mendoj që jam shumë e gatshme për studimet e mia, pasi që jam përgatitur mjaftueshëm 4 vite, që besoj që do ta kem shumë më të lehtë, siç e thash pak më parë në studime. Po. Ersila? Tashmë vetëm se kemi vendosur për fakultetet. Drejtimet po? Drejtimet po, domethënë drejtimi dihet arkitekturë. Po të presim tash të shohim tek shkolla jonë vijnë shpesh edhe fakultetet, më falni, vijnë fakultetet, japin prezantime. E kemi edhe në zgjedhjet e tona, siç thash më herët, arkitektura tashmë vetë është, domethënë secilin fakultet, nuk e kemi aq shumë rand që ne ta zgjedhim fakultetin e duan. Tashmë të gjitha fakultetet janë të mira. Ma herët ka pas problem, tani dëgjoj të rinj që në çdo universitet e kanë hapësirën e përgjigjes. Kjo është një plus i madh për ju, besoni dhe keni hapësirën më të dilni nga vendi, të jeni prapë këtu dhe ta ndjeni edhe më mirë, më të lehta keni atë periudhën e studimeve, se është një tranzicion në vete edhe periudha e studimit. Nga përvoja juaj si një profesoresh, po edhe si një arkitekte, çfarë bën një nxënës të dallohet në këtë fushë? Një nxënës e bën të dallohet njëherë talenti dhe pasioni. Kur të dyja domethënë do të bëhen bashkë, atëherë nxënësi do të kërkojë edhe më tepër. Domethënë njëra tjetrën do ta ushqejnë, dhe ai me punën e palodhshme që do ta bëjë,
më thënë, pa tjetër do të arri profesionin që dëshiron. Je vetëm për arkitektur, po gjithmonë flas, domethënë, për të gjithë drejtimet në përgjithësi. Me një fjalë duhet patjetër pasion edhe duhet të ushqet, patjetër. Domethënë, puna e palodhshme e çon aty ku duhet. Aty ku duhet. Vajza, më thoni çfarë nxënësve dua rekomandonit këtë shkollë? Çfarë tipi nxënësi duhet të jetë që të... Doja kisha rekomanduar gjithë nxënësve të cilët janë kreative para njëherë, mendoj që të ndihmon shumë të jesh kreativ në arkitekturë. Pastaj do t'ju them nxënësve të cilët e duan, por arkitektura kërkon shumë konsistencë. Edhe mendoj që nëse je konsistent, mund ta bësh shumë më lehtë shkollën. Pastaj do me thënë, këtyre që janë, gjithë e thonë këtë që duhet të dish matematik, mos është më e rëndë. Ashtë e vërtet? Unë, për mua jo. Unë për shumë, mendoj që është më rëndësishme të jesh më kreativ, pastaj të jesh konsistent, ta duash, po do e bësh... Dhe mos të dorëzosh. Po, mos të dorëzosh, do e bësh më smiti. Shife, arkitektura është e lidhur me artin, dhe unë e tham që nxënësit me cilët e përqejnë artin, si që tha dhe Donjeta, që me cilët kanë kreativitet dhe janë të përkushtum në punë, atëherë duhet ta zgjedhin këtë drejtim. Pse jo, unë për veti e përqej artin shumë dhe tham, kjo është, me thonë, arkitektura është të gjitha art. Dhe pse një nxënës duhet ta përzgjedhë këtë shkollë? Shkollën tonë, për shkak të kushteve, për kushtimit të profesorëve, lëndëve që ne i kemi shumë të avancume dhe mësojmë shumë prej kësaj shkollës. Donjeta duhet ta zgjedhim. Edhe unë mendoj ashtu njëjtë që kushtet e shkollës janë shumë të mira, i përmbushin të gjitha nevojat që nxënësit i kanë gjatë 4 viteve, pastaj për profesorët që janë të gjithë kuadër shumë të mirë, edhe për faktin që ti nuk bëhesh gati vetëm më për fakultet dhe ke një farë dije ekstra nga të tjerët, të cilët pse jo mund ta përdorish edhe për punë, jo vetëm të vazhdosh edhe në studime. Po. Çfarë mesazhe do jepje nxënësve të cilët tani janë në klasën e 9 dhe janë në atë momentin ku nuk di ku të shkojë, çfarë të drejtimi të përzgjedh, ata mendojnë se e gjithë bota e kanë si një barë mbi supet e tyre. Si t'u lehtësojmë nxënësve ta bëjmë përzgjedhjen e duhur dhe pse pikërisht në shkollën Zdravko Cvetovski? Nxënësit, mendoj që nxënësit të cilët kanë talent fillimisht në art, le të themi, qoftë në vizatim, në krijim, që kanë kreativitet, mendoj që është vendi i duhur për të artë ne, për arsye se ato do të profesionalizojnë. Prandaj, qëllimi kryesor është që nxënësit të cilët janë në M2 nuk dinë ku të shkojnë, domethënë të analizojnë pak këto profesione, të analizojnë shkollat dhe kur të shohin, domethënë nxënësit të cilët dalin prej neve se në çfarë niveli ka arritur, mendoj se do ta përzgjedhin këtë shkollë, këto drejtime, prandaj të gjitha ato të ndjekin ëndrrën e vet, të ndjekin pasionin dhe të fillojnë të mendojnë me gjëra konkrete, sepse ne jemi shkollë që ofron drejtime konkrete, gjëra që shifen, jo gjëra imagjinare. Unë ju faleminderit shumë për prezencën tuaj, besoj se shumë nxënës ta kenë përzgjedhur këtë shkollë nga kjo bisedë, nga kushtet, nga vetë fjalët e nxënësve, se askush më mirë nuk mund t'i bëjë nxënësit se nxënësit dhe moshatarët e tyre. Juve vajzave ju uroj shumë suksese, unë jam e bindur se në të ardhmen do ju kemi edhe mysafirë si arkitekte të ardhshme, të cilat normalisht do kenë arritur shumë në karrierën e tyre. Faleminderit për juve. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.